Vlen është i gatshëm për zgjedhjet e parakohshme parlamentare kurdo që ato të mbahen. Kështu është shprehur ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nga radhët e Partisë Vlen, Muhamet Hoxha, në emisionin Debat në Shenja. Megjithatë, Hoxha tha se këtë vit nuk pritet të ketë zgjedhje, kurse për më vonë tha se do të diskutojnë. Në vitin 2026-27 të fokusohemi në realizimin e projekteve të cilët janë shumë të rëndësishme për qytetarët, sepse përndryshe shpallja e zgjedhjeve, procedurat të cilët janë të nevojshme prej formimit të qeverisë teknike shumë i redin do stagnon disa muaj gjithçka në realizimin e projekteve. Por nëse vendoset që të ketë zgjedhje parakohshme jemi çdo gati. A kjo qeveri është stabile? Vlerësoni se mund ta çojë deri në fund këtë mandat? Kjo qeveri është më shumë se stabile, vitin 2026 nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ashtu është edhe vendimi, për më tutje do diskutojmë. Ministri Hoxha më tej theksoi se po punohet për harmonizimin e ligjeve për mbrojtjen e mjedisit me standardet e Bashkimit Evropian. Jemi në vazhdimsi në harmonizim me legislaturën evropiane, pra me direktivën e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e ambientit jetësor, edhe në vazhdimsi ndërmarrim masa të cilët janë në pajtueshmëri me standardet evropiane. Më pikërisht edhe që e theksova më herët që ka të bëjë me ndotjen dhe masat të cilët ndërmerren, janë masat të cilët kanë të bëjnë me standardet evropiane në pjesën e mbrojtjes së ambientit jetësor. Sa i përket problemit me mbeturinat, ai tha se paralelisht me ndërtimin e qendrave rajonale për grumbullimin e mbeturinave, do të ndërtohen edhe transfer qendra të cilat komunat do të mund t'i bartin mbeturinat në transfer qendrën, e cila njëkohësisht do të jetë lidhur me qendrën rajonale për grumbullimin e mbeturinave.